Si u duk java e parë e shkollës, tani është fundjavë, keni 2 ditë pushim, kështu që hajde përgatisim sufllaqe në shtëpi. To 3 ditët e fundit ka marrë aq shumë komente që të bëja sufllaqe, kur do bësh sufllaqe, pse s'po bën sufllaqe në shtëpi, kështu që ja ku e keni videon. Sufllaqja është një ushqim i shpejt, i shijshëm që të ngop barkun, do thoja dhe i lirë si ushqim, po si kam vajt çmimet të kohë, nuk është dhe aq e lirë. Si është porosia juaj kur porosisni sufllaqe? Se imja për shembull është me gjitha pa qep dhe me shumë salskosi. Kur e përgatit sufllaqen vetë në shtëpi, jo vetëm që është shumë herë më e shëndetshme, po e kupton dhe sa e lehtë është që ta bësh. Mora filetën e pulës dhe preva në copa shumë të vogla dhe e marinova vetëm me krip, piper të zi dhe piper të kuq. Tani është momenti për të skuqur patatet. Salcën e pitës së sufllaqes, morëm salcë kosi, griva 1 kastravec me rende, pa krip dhe lëng limonin. Ngrohim pitën në një tigan me pak vaj dhe e kemi gati për ta përgatitur sufllaqen. Pite, salcë kosi, domate, kastraveca, sallat, mish pule, patate dhe më shumë salcë kosi. Uroj t'ju ketë pëlqyer kjo video, mos harroni të bëni like, komentoni çfarë doni të shikoni videon e radhës dhe bëni follow. Ciao.